Brikena pranon se ka ndjenja për Mateon dhe se po bie në dashuri me të. Ajo shprehu për herë të parë pëlqimin që ka për Mateon. Ajo tha se tani është në një moment kur mund ta pranoj me plot kuptimin e fjalës ndjenjat që ka për të. Unë normalisht sot mund të them me plot kuptimin e fjalës që kam pëlqim për Mateon edhe kaq. Mateo nuk ofendon, nuk bën gjëra të tilla. Unë e kuptoj që Mateo në atë moment është prekur, tha Brikena. Sot fansat vun re se në një skenë të realizuar në kuzhinën e shtëpisë, Mateo dhe Brikena shihen duke qëndruar pranë njëri tjetrit, por vëmendjen e publikut nuk e ka marrë biseda e tyre, por një shenjë e dukshme në krahun e Brikenës, e cila duket si një nxirje. Një pjesë e komentuesve kanë përmendur edhe raportin mes Brikenës dhe Mateos brenda shtëpisë, duke theksuar se gjatë momenteve të tyre të afrimitetit ai shpesh përdor një qasje më fizike ndaj saj. Juela ka komentuar lojën e Mateos në shtëpi, duke u shprehur se ai nuk bën gjë tjetër veç dashurisë me Brikenën, që ajo e ka quajtur fake, pra falso. Ndërkohë Mateo i është kundërpërgjigjur banores duke u shprehur se ajo nuk ka respekt për veten e saj dhe duke e quajtur një femër pa karakter. Ju si mendoni, a ka dashuri mes Mateos e Brikenës apo është vetëm një lojë? Komentoni. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.